që nuk kemi një luftë të shkurtër dhe rezultate të shpejta, siç është parashikuar me sa duket nga SBA dhe Izraeli. Dhe për më tepër, kjo luftë e ka kompleksuar të gjithë globin në mënyrë të veçantë, ka kompleksuar perëndimin. Kur themi perëndimin, vendet e Europës, të cilat për shkak të performancës të shtëpisë bardhë, e cila është Make America Great Again, pra një lloj selfish, një lloj interesi vetjak, duke se një pjesë e tyre kanë filluar të negociojnë dhe me alternativat e tjera ekonomike, po pse jo dhe politike, duke mos lëvizur as pak nga pozicionimi i tyre perëndimor. Megjithatë, ekonomik është domosdoshmëri. Dhe jo rastësisht Trumpi ju referua vendeve të mjaft të rëndësishme të perëndimit, siç është Britania e Madhe, po me siguri nesër do përmendi dhe Gjermaninë, e cila kanë pasur të cilët kanë pasur qasje të vendosura, po të mos u bërë pjesë e konfliktit ushtarak. Po janë referuar diplomacisë. Dhe në fakt, ka dhe një lloj sinkronizimi me qasjen e Kinës në këtë rast, se dhe Kinës i bëri presion për t'i thënë që ju duhet ndërhyni, dhe në fakt Kina është më e dëmtuar nga kanali i cili kalon rreth 90% dhe sipas asaj që tha Trumpi të naftës që përdor Kina, po edhe ajo duke i referuar nevojës së takimit të dy njerëzve më të fuqishëm të botës, Xi Jinpingut edhe Donald Trumpit, tha që padyshim zgjidhja është diplomatike. Pra, nuk ju referua ndërhyrjeve të tjera për ta zgjidhur problematikën. Në këtë rast, po ku të kemë rastin e Trumpit, Trumpi tha letër shtrenjtohet nafta, se ne jemi prodhuesës më të mëdhenj dhe do fitojmë. Me sa duket nuk i kanë dalë llogarit, dhe ndaj po lëviz në nivel politik për t'i rregulluar gjërat dhe pse jo me presion. Nëse do të funksionojë, kjo është për t'u parë, sepse nuk është aq e thjeshtë. Sepse palët, qofse duam se nuk kur del kryeministri britanik flet, apo kancelari gjerman, sigurisht kanë bërë një ekspertizë në të gjitha kampeve ekonomike, ushtarake dhe japin një qasje zyrtare institucionale. I shqetësojnë konfliktit me Iranin, sepse ju e mbani mend ai që sot nuk jeton më ju referua atentateve në Europë. Mendoni çfarë problemesh do sillnin, ju e dini se sa iranian të cilët mund të jenë të integruar në sistemet e tyre të inteligjencës jetojnë në Europë. E dini çfarë shqetësimesh nda mund të sjellin këto shqetësime paniku, shqetësime ekonomike, sepse kur vjen paniku ekonomia reagon direkt dhe një sër gjërash të tjera. Me sa duke bërë këto llogari, janë referuar lojës diplomatike. Dhe ka të dhëna, domethënë mediatike, jo zyrtare, në italisht thuhet ufficioze, pra dalin nga zyrat, po jo zyrtarisht, që kanë filluar negociata sekrete me Teheranin për të krijuar kanale të kalimit të naftës për nevojat e tyre.